Do të me theksu faktin që po bëhen pothuajse 7 muaj që kuvendi, pas zgjedhjeve kuvendi është ende i pakonstituar dhe kjo si rrjedhoi e manovrimeve procedurale ose e sjelljeve procedurale në bazë edhe të qëllimshme për ta zvalitur konstituimin e kuvendit. Megjithatë jemi tani në këtë fazë ku së shpejti pritet edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese sa i përket çështjes së zgjedhjes së nënkryetarëve të kuvendit që vinë nga radhët e komiteteve shumicë. Pritet e mia personalisht janë që gjykata do të konstatoj shkelje kushtetuese me rastin e procedurës administruar nga ana kryetarit të kuvendit në mënyrën se si e ka ndarë votimin, në mënyrën se si ka lejuar propozimin e kandidaturave për komunitetin jo shumicë. Së pari unë mendoj që sikurse kushtetuta ashtu edhe rrugëlloria e punës kuvendit, por edhe praktika e drejtanishme parlamentare në mënyrë të qartë ka shpërfaqur historikisht mënyrën dhe procedurën se si është administruar kjo seancë. Pra fillimisht e drejta e propozimit ka kaluar sipas kushtetutës grupit parlamentar që përfaqëson komunitetin serb, pastaj grupeve të tjera që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë që vinë nga radhët e komunitetit turk, bosnjak, ashkali e tjerë. Mirëpo kryetari i kuvendit në seancën e fundit e veproi në mënyrë të kundërt, themi ashtu. Fillimisht ftoi përfaqësinë ose të përfaqësuesin e grupit parlamentar të komuniteteve të tjera jo shumicë, pavarësisht që kushtetuta dhe rregulloria kërkon që fillimisht propozimi të vijë nga partia ose subjekti parlamentar që përfaqëson komunitetin serb. Unë mendoj që kjo çështje do të vendohet nga ana e gjykatës kushtetuese sa i përket shkeljeve procedurale në kuptimin e administrimit të seancës. Pastaj mënyra se si lejoj që deputeti Nenad Rashish të vetë nominohet fillimisht, ju e dini në seancë ai mori fjalën dhe dha një falloj vetë propozimi i çoi të vetën si kandidaturë që mund të jetë i përshtatshëm nga ana e komitetit serb. Rregulloria është e qartë këtë aspekt. Rregulloria kërkon që propozimi bëhet me shkrim nga shumica e deputetëve që përfaqësojnë atë komunitet. Dhe unë besoj që në këto dy elemente gjithsesi gjykata do të gjejë shkelje kushtetuese, në rast se do të vlerësohet në kuptimin e drejtë e norma kushtetuese. E treta, procedura e shortit, unë besoj që kryetari i kuvendit tërësisht ka imponuar në mënyrë jo ligjore, jo kushtetuese, edhe ecurinë e procedurës së shortit, madje ka lejuar që kjo procedurë të zhvillohet pa prezencën e atij komuniteti, kandidatura e të cilët do duhej të zgjidhej në seancën e kuvendit. Prandaj në këto 3 elemente konsideroj që gjykata do të konstatojë shkelje kushtetuese dhe rrjedhimisht do ta kthejë edhe një herë procesin në pikën 0 sa i përket zgjedhjes së nënkryetarit kuvend nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Prandaj unë pres që gjykimi ta ketë këtë konstatim, ta ketë këtë urdhër dhe që ta rivendosë edhe një herë afatin traduktor sa i përket konstituimit të kuvendit, sepse unë konsideroj që edhe gjykata do ta faktoj faktin që kuvendi nuk është i konstituar pas zgjedhjen e gjithë nënkryetarëve. Ne kemi spaku 3 gjykime gjykatës që e ka sqaruar mirë e qartë faktin që kuvendi konsiderohet i konstituar në momentin kur zgjedh kryetari dhe nënkryetarit. Fjala nënkryetar nënkupton që të gjithë nënkryetarit e kuvendit, prandaj unë besoj që kjo do të sqarohet edhe me tutje edhe në këtë vendimin e ri që pritet të dalë së shpejti nesër. Faleminderit shumë, zoti Jokaj. Çfarë janë pritjet juaja? Pritjet e tona janë që gjykata kushtetuese me konstatu atë që thuhet edhe në deklaratën e pavarësisë Kosovës, prej përfundimit të vitit të luftës, që nga viti 99, Kosova ka garantuar institucione funksionale multietnike, të cilat detyrimisht garantojnë përfaqësim edhe të komuniteteve. Ne e dim situatën edhe politike edhe sociale në vitet 99 pas luftës dhe me administrimin ndërkombëtar është arrit edhe me përkushtimin e politikanëve të atërshëm, është arrit që së paku në organet funksionale të atyre institucioneve të përkohshme të ketë përfaqësim të komuniteteve. Dhe kjo ka vazhduar deri në vitin 2008, kur pas fuqizimit të kornizës kushtetuese dhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, ku aty janë garantuar të drejtat në përfaqësim në organet pra kolegjiale kryesore që janë politike edhe ekzekutive dhe në organet administrative, sepse ka 10% të punësimit në organet administrative në nivelet e larta, më pastaj edhe sipas demografisë në komunat e caktuara. Dhe kjo pastaj është rrirë deri në secilin punëtor më të thjeshtë në nivel shtetëror. Dhe në këtë çështje nuk bën përjashtim as nënkryetarët e kuvendit. Domethënë
kur është vendosur të mënyra se si të votohen, mënyra si të garantohen këto të drejta, është vendosur përmes pakos, sepse ne e dim për nënkretarët e kuvendit, ta zëm për njërin nga nënkretarët që vjen nga partia e parë, do të kishte vota gjithmonë. Ndërsa për nënkretarët e të tjerë, nuk do të kishte vota të mjaftueshme asnjëherë. Dhe për këtë arsye është vendosur që të votohen me pako. Pra, nuk ka në rregullore edhe në kushtetutë që thuhet në pako, por praktika e ka ndërtuar fryma e kushtetutës, fryma rregullore së kuvendit e ka ndërtuar që të kërkohet të propozohen në pako dhe të votohen në pako. Dhe ky devijim nga ky rregull që është prej vitit 2008 është cënimi i garancive kushtetuese të cilat ne edhe përmes procesit të negociator në Vjenë që ka kulmuar pastaj me pavarësinë e Kosovës është cenu. Dhe për këtë pritjet janë që gjykata kushtetuese të rrëzojë një procedurë të tillë që është deviju nga kryetari Basha dhe të përsëris procesin e votimit prej këtyre dy nënkretarëve. Nuk përjashtohet mundësia që edhe gjykata kushtetuese të hyjë tek kryetari i kuvendit, ajo që është thënë vazhdimisht, e kemi thënë edhe ne si organizat edhe të tjerët, është që gjykata kushtetuese do duhet të hyjë edhe tek vlerësimi i kushtetutshmërisë së zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, sepse sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme për një udhëzim administrativ të ministrit Morati, ku gjykata shpallet palegjshëm, sepse ai u nxjerr nga një ministër që është duke i ushtruar dy funksione për një herë. Dhe një gjë e tillë është në kundërshtim me kushtetutën edhe me ligjin për qeverinë, ligj për të cilin vetë qeveria e ka miratuar. Pra, gjykata gjatë edhe në herat e kaluara e ka dalë jashtë kërkesës së palëve me qëllimin që të konstatojë që për praktikën e ardhshme të cili do institucion, të cili do ligj të caktuar, ajo të ndërhyjë në mënyrë që të mos ketë shkelje të ardhshme kushtetuese. Tek ligji për pagën në sektorin publik, kur qeveria Haradinja e pa të miratuar atëherë, kur qeveria ka dërguar në Kuvend Kosovës, ka qenë që pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ulen. Ndërkohë kuvendi e ka hequr atë dispozit, përkundër që kuvendi ka hequr atë dispozit në aktgjykimin për ligjin për pagën në sektorin publik, gjykata pavarësisht se është tërheq prej kuvendit edhe nuk ka qenë dispozit në ligjin përfundimtar, gjykata e ka vlerësuar, ka thënë që t'i la 2-3 faqe që për të ardhmen që të mos ketë shkelje të tilla. Një shkelje të tilla prapo u bën në vitin 2022, por gjykata së paku la një dispozit ku e ka një, si më thonë, një pikë kyçe që një ligjaturë të mos e miraton një gjë të tilla.